Vetëm 3 gjethe aloe vera I japin lam të mirë çdo problemi, ja si t'i përdorni. Nga djegjet e diellit e pickimet e insekteve, xheli aloe verës është një produkt I zakonshëm që mund të gjendet në çdo shtëpi. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C, ai përdoret gjërësisht gjithashtu për të qetësuar problemet të ndryshme që I kanosen shëndetit të lëkurës. Por, a e dini se kjo bimë e fuqishme mund të sjellë përfitime të mëdha? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për shëndetin tuaj dhe të lehtësoj gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Lëngu I aloe verës rezulton të jetë një mënyrë efektive për të përmirësuar shëndetin në mënyrë të përgjithshme dhe për të parandaluar komplikacionet që I kanosen atij. Përpara se ta shtoni në listën tuaj të blerjeve, është mirë që të dini se ekzistojnë 2 lloje kryesore të lëngut të aloe verës. Zgjidhni gjithmonë lëngun që është bërë vetëm nga pjesa e brendshme dhe kështu do të merrni përfitimet e saj. Në këtë video, sipas WebMed, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimet e aloe verës. Aloe vera është e pasur me vitamina dhe minerale të rëndësishme. Aloe vera përmban një sër vitaminash që veprojnë gjithashtu si antioksidant të rëndësishëm, përfshirë këtu vitaminën A, vitaminën C, vitaminën E, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit kundër stresit oksidativ. Gjithashtu përmbajnë minerale të rëndësishme të tilla si kalciumi, kromi, bakri, mangani, hekuri, gjithashtu edhe elementet të tyre ushqyes. Ajo është një përzgjedhje shumë e mirë në lehtësimin e problemeve siç është për shembull edhe kapslëku. Për shkak të efekteve laksative, lëngu I aloe verës mund të ndihmojë në përmirësimin më të mirë të lëvizjeve të zorrëve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si një zgjidhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë në konsult me mjekun, fillojeni me doza të vogla dhe gjithmonë zgjidhni lëngun nga pjesa e brendshme e gjetheve të aloe verës. Aloe vera do të mbrojë gjithashtu edhe shëndetin e lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkaktari kryesor I akneve. Duke ndihmuar në hidratim nga brenda, lëngu aloe verës mund të përmirësojë gjendjen e lëkurës dhe ta bëjë atë më të shëndritshme. Ajo ndihmon gjithashtu në kontrollin më të mirë të sheqerit në trup. Një studim I vogël I vitit 2015 zbuloi se përdorimi I ekstraktit të aloe verës tek personat prediabetik ndikoi në uljen e ndjeshme të sheqerit brenda 4 javëve. Por kujdes, studimi u bë me kapsula jo me lëng, prandaj nevojitet që të përdoreni atë vetëm në mbikëqyrjen e mjekut. Aloe vera ka veti të mira antiinflamatore. Vitamina C, vitamina E të aloe vera do të funksionojnë si antioksidant, të cilët do të reduktojnë inflamacionet. Ato luftojnë gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira që mund të vijë si pasojë e ndotjes, duhanit ose përdorimit të alkoolit. Shpjegon Silverman. Nëse trupi juaj është I prekur gjithashtu nga stresi oksidativ, antioksidantët e aloe verës do të ndihmojnë shumë në rigjenerimin e tij dhe mund të japin rezultate fantastike në këtë aspekt. Aloe vera është një bimë fantastike që mund të përmirësojë edhe sistemin imunitar. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C, aloe vera ndihmon sistemin imunitar duke mbështetur kështu proceset e shërimit dhe duke përmirësuar edhe mbrojtjen e trupit. Aloe vera është një bimë fantastike që lehtëson problemet e urthit, gjithashtu edhe të refluksit. Një studim I vitit 2015 zbuloi se shurupi I aloe verës mund të ndihmojë në lehtësimin e refluksit të aciditetit ose njohur ndryshe GERD, te personat të cilët kanë këto çrregullime. Aloe vera mund të përmirësojë ndjeshëm gjithashtu edhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Një studim I vitit 2024 sugjeroi se personat të cilët e përdorin lëngun e aloe verës mund të përmirësojnë gjithashtu shëndetin kardiovaskular, por gjithmonë në mbikëqyrjen e duhur dhe aloe vera duhet të përdoret me kujdesin e duhur, në mënyrë që përfitimet e saj në organizëm të jenë të menjëhershme dhe të plota. Fillojeni duke përdorur ngadalë dhe më pas mund ta shtoni sipas nevojës suaj. Por kush duhet të shmang lëngun e aloe verës ose xhelin e saj? Gra shtatzana pasi mund të nxjisë kontraksione.
nënat që ushqejnë me gji për shkak të efekteve laksative, personat me probleme gastrointestinale dhe sindromen e zorrës së irrituar nuk duhet ta konsumojnë lëngun aloe verës, por mund ta përdorin atë për trajtime të jashtme gjithmonë edhe duke bërë përzgjedhjen e duhur. Aloe vera është një bimë që mund të ofrojë shumë përfitime dhe mund të lehtësojë një sër komplikacionesh. Një prej përdorimeve më të fuqishme të aloe verës është edhe vaji esencial me veti të shkëlqyera për organizmin. Gjethet e kësaj bime, si xheli në veçanti, do të ofrojë pjesën madhore të të gjitha vlerave ushqyese. Kështu, 2 pjesët të bimës përdoren zakonisht në përgatitjen e këtij vaji. Qytetrimet e lashta vlerësonin shumë bimën aloe verës dhe përdorin atë si recetë kundër infeksioneve, acarimeve të lëkurës, djegjeve të tjera. Ata e quanin aloe vera bima e përjetësisë. Këshillohet ta shtoni atë në diellat tuaja dhe kështu do të merrni përfitimet kryesore. Por cilat janë vlerat shëndetësore të vajit esencial të aloe verës? Vaji i aloe verës përmban shumë antioksidant, vitaminën C, vitaminën E dhe gjithashtu proteina minerale, polisaharide, enzima, aminoacide dhe beta-karoten. Shëndeti juaj i stomakut gjithashtu do t'jap përfitime fantastike në mbrojtjen e organizmit. Vaji i aloe verës ka avantazhe të mira kundër inflamacioneve. Ai ndihmon gjithashtu në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat të mbrojnë në sistemin tretës. Ky vaj me të vërtetë është shumë i dobishëm për të trajtuar sindromen e zorrës së irrituar, gjithashtu konstipacionin dhe reflukset e acidit. Vaji i aloe verës mund të jetë një ndihmë shumë e mirë në situatat tuaja kundër shenjave të lëkurës. Ky vaj përshpejton procesin e shërimit të lëkurës dhe parandalon gjithashtu edhe formimin e shenjave të tyre. Vaji i aloe verës gjithashtu mund të shërojë zgjerimin e kapilarëve duke mbajtur lëkurën tuaj më të bukur dhe më të shëndetshme. Do të përmirësojë ndjeshëm edhe sistemin tuaj imunitar. Vaji i aloe verës përdoret për të mbajtur nën kontroll nivelet e glukozës në gjak dhe diabetin. Ai mund të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet siç janë astma, osteoartriti dhe të forcojë më mirë sistemin imunitar në të gjitha kohrat. Ky lloj vaji mund të përdoret edhe për të lehtësuar viroza dhe inflamacionet. Vaji i aloe verës mund të përdoret gjithashtu si një deodorant natyral. Vaji i aloe verës ka një aromë shumë të mirë, ndaj mund ta përdorni si deodorant natyral për të larguar aromat e pakëndshme të trupit, gjithashtu edhe për të lehtësuar komplikacionet e tij. Përdorime të tilla të aloe verës do të bëjnë ndryshime përkatëse mjaft të favorshme në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Vetëm se duhet ta përdorni me kujdesin e duhur për të mos ndikuar negativisht në shëndetin tuaj dhe të mos krijoni gjithashtu komplikacione të tij. Aloe vera është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime për sa kohë përdoret në kujdesin e duhur. Nëse ndiheni të drobitur dhe nuk pushoni si duhet, ose jeni të predispozuar të ftoheni shpejt, duhet të kombinoni patjetër eliksirin e jetës. Në shumë vende të botës, kombinimi i mjaltit me aloe vera konsiderohet si eliksir i jetës. Si mjalti, ashtu dhe aloe vera janë të pasura edhe me suplemente të shkëlqyera në lehtësimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së organizmit. Ndaj, përdorimet të tilla të saj mund t'japin gjithashtu mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të tyre. Ekspertët shtojnë se mjalti dhe aloe vera janë përdorur ndërshekuj për të forcuar imunitetin dhe për të lehtësuar gjithashtu komplikacionet e tyre. Kombinimi i mjaltit me aloe vera mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit, sidomos kur jeni të predispozuar të ftoheni më shpesh dhe të krijoni dëmtime të forta të organizmit. Ajo mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira me ndikime pozitive në shëndetin tuaj dhe gjithashtu të lehtësojë komplikacionet. Është e rëndësishme që aloe vera të përdoret në recetat tuaja gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar kështu gabimet që mund të bëni me përdorimin e saj. Përdoreni aloe verën me kujdes në përditshmërinë tuaj për të marrë ndikimet e saj pozitive në mbrojtjen e shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj
ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.